Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M. Unë jam Alaudin Mustafa. Shumica për juve ndoshta jeni mësuar pa vetëm në rrjetet sociale, YouTube, TikTok, Instagram, po tani e tutje do më shihni edhe në ekranin televiziv të Allsat M. Jena këtu me një podcast e cila quhet Llamba Alaudinit. Në këtë podcast ne ftojmë mysafir e të cilët lojnë gjurmë në shoqërinë tonë. E pa dyshim që sot në këtë emisionin ton të parë që jena të lansu në televizion, e kena ftu një mysafir shumë të rëndësishëm, një gjigant artist, i cili po bën buj në vendin tonë më gjerë. E kush tjetër përpos fotografit të famshëm Naser Ismaili, apo si shnifët Asnas fotografi. Aplauz për thon vetë, po publika këtu se kena. Kam dek. Kush? Publika ka dek. Përshëndetje, Alko. Faleminderit shumë për që përgjigje ftesës. Unë atë hi direkta? Apo për kolla? Qish dush, biri kakina, ka dush. Ja, shumë direkt, shto e kam një pyetje shumë të fortë, domethënë. Një pyetje shumë të fortë, masi që edhe është podcast, qell mujna me bo muhabet, po edhe kështu për çejf. Prej sa euro të fillon inspirimi? Se ju artistat keni nevojë për inspirime, domethënë prej sa euro ju fillon? Varet sa pare ka klient në xhep çat moment, a kupton? Po e gore se inspirimi a kanë parë jo sigurt, edhe në fillim e moj men pagën e parë që e kum pas 15 euro dhe qefi madh a kanë çaj 15 euro që shte ka ndru pak çmimi, po mendoj që edhe kvaliteti bashkë me çmimin, edhe mendoj që arsyetoj çmimin që e kam, po përveç parës ka dhe sene qira që më inspirojnë për ditë që 15 vjetë më mira me këtë punë. S'po di çka me thonë më shumë për inspirim. Pare të inspiron, vlla. Kur e di që në punë kime marrë pare. Pare të inspiron. Ja, e di shka, a është të vërtet me pak se kështu fotografat njifën pak edhe si psikologa. Ty dash do thush pse. Do me thonë, ma beti jo kështu. Klientat kur vinë, ndoshta ai kujti mungon vetë besimi, a të dal mirë, sa të dal mirë, ose me bind për marrë më fotografu të ti, domethënë, ja bën pak një fal lëmë shikatruni njerëzve. Se dia janë ketë, po unë munona shumë valla me au kthejat vetë besim, shumica që vinë me fjalën e parë që thënë unë nuk i du shumë fotografit me çati burrat. Nuk i dojnë fotografit, edhe ka pas raste kur ja kum ndru menën për çat moment që i kam fotografu, mas çat foton që ja kum bënë e kanë dhënë në wallpaper. Kanë dhënë në WhatsApp, Viber, në Instagram, ka s'mos e nxjerrë. E marrin atë foton e ngjesin në frigider, në pijama, në gjiks. Kështu që po dush më kanë një farë psikologi, me ditën që mu sill, me ditë mos e bë mundje keq, mundje rahat, se çdo sen editon Photoshop, po atë rahatin që e kanë ato, nëse mundesh me liru klientin, me një çatër dalin fotot më të mira. Edhe mendoj që kam aftësi me shtime kesh, më liru, sa do që si dojnë foto në dikush në klient që ven, që e ka shtim me zërgryja më ardhë, mendoj që di me liru dhe di me lujtat psikologin që po. Po së di se a janë kitë fotografat kështu, unë për veti, po. Mendoj që e kam që aftësi. A e kim paket këtë punën e psikologit? Shkon paket, po. Do të thonë kohë. Po, 10 euro plus. Për këtë punë, okej. Do më thonë njerëz ishin leposh, mirë më konë fotograf. Nuk ka keq. Bezë marrë një sukses shumë pak, se ka pas plot qëtë periudhë që edhe e kanë marrë një aparat dhe kanë menuar që mundën veç me inë këtë biznes. Edhe unë jam kanën në fillimet e mija për dikan që ashtop, dhe me thonë ka prer dikush hierarhi, ka dikush fotostudiot më të vjetra, sigur kur kumin fillim unë e kanë thonë, veç se e ka një aparat është fotograf. Edhe unë s'du të foli keq për ato që marrin një aparat, po ka shumë, veç anti këtë periudhë që punoj une ka pas shumë në këtë rrugtim plot fotografat që veç kanë menuar që mund me marrë një aparat me pas aparaturë dhe me fotografu, po fillim kur akunis me fotografu, ku menuar që duhet veç me ditë me fotografu. Që përmene psikologin, dush me ditë shmosil, dush me ditën me liru njërin që e fotografon, dush me ditën me gjetë kuadrat më të mira, me kuptu ngjyrat, me ditë Photoshopin me përdor, me ditë me ditë që shmi marr parët. Edhe parët, po mas jam merr parët, që me pru dhe qera pare, do me pru dhe pare qera mas, se këtimi ja ke marrë më parët, apo që qetë me pru pare, dush me ditë mas të kur ta postojsh cilën foto me postu, çka menon që ngrej ma shumë vëmendje. Unë veç anti fillim kur akunis kum bë shumë eksperimente, sa që frik u desh me bën një fotosion me eksperimente që
e vrejta që moti s'kum bo poza pak ma çuditshme, edhe në vike çuditshëm. Për me ngrejnë e vëmendje dush fillim kum bo ma shumë sene veç me ngrejnë vëmendje. E mas alena dush me kallzu me punën tane, me ardhe dhe tjerë. Për shembull, a lun rol për më kon fotografi suksesshëm ta kish një aparat ma të shtrenjtë, për shembull, në treg çka ekziston. Ronaldo ai futbolleri fort se ka topin shumë të fortë talentin. Okej, ai bashkimin e masiv. Joj, futballeri jon. E kështu ka Ronaldo në kështu ka para men. Unë jam me Messi. Unë jam me Qoshin. Shire, mendoj që lun rol për shembull të nëse veç se i në këtë industri të patjetër dush me investu të shes sa çana ki këtu edhe në këtë podcast. Duhet aparatura, po unë fillim kur jam nis kum pas një aparat shumë modest, shumë thjesht, shumica ja nisin me çat aparat edhe mas të suksesin varet për shumë seneve, varet edhe pak për na fakës, dush me pas pak na fak. Ne kena pas na fak që i kena pas video, më përpara na kanë njoft njerëz për video. Kanë himi këshit videot e kanë pa që i baj fotografi. Duhet shumë sene, duhet me pas reklam, sen është një pjesë e rëndësishme në fotografi me pas aparatur të mirë, të naltë, ama prap është sini, këtë çka e bën një fotograf të mirë, për menimin tim. Që për shembull ti si e fotograf edhe pse ki aparata plot. Jo, në di veç është folën, kështu më e bo. Që të forë në slajnë nga mësube, në rrejnë do. Kodri? Në rrejnë. O, ama dhe mund është edhe kështu, për zgjatë. do më thonë, kështu për shorts video. A e ma men, për shemë, sa fotosesione i ki bo deri tash? E di që jam të fotografu që 15 vjetë vazhdimisht. Këshire, a di që ka një problem? Fotosesioni për fotosesioni dallon. Ka pas periuda kur klienti ka zgjedh sa foto me zgjedh. Çka nëse një klient ka zgjedh 100 foto, ajo një fit apet një fotosesion. Ka pas një klient që ka zgjedh 10 foto, apet një fotosesion. Me fotosesione s'muj me njëf. A kupton se zgjedh sa foto kanë zgjedh. Tash ka ardhur një periudhë kur minimalisht mund me marr 30 foto. E shte një fotosesion është i kufizuar me numra 30 foto për shembull. Ti zine bane e sap hekja u instruin. Qish do me do këto, do me thonë, për shokolite nëse i ka zgjedh 100. Po jo, sa fotosesione, nuk. Edhe muzikanti kur e bën albumin, a i nxjerr 15 muzika, 30, një album kuhët ajo. Po, a teksti, a pak a shumë, a pet kajk është. Po, ki drejt. kam drejt edhe plus shumë. Por çfarë po Ki edhe shtrem. Prafërsisht nalt poshtë, sa i ki bojnë, 700, 800, 900, 1000, Po, besoj që atë është. 1000, Po, mundet me shku dhe 1000. 1000 fotosesion. A di shka, unë e para një 6-7 vjetëve ta postu një postim edhe e bona një faresapi, që atëhera kanë 700. Para qatë kohë. Kështu që nuk munave me ditë sakt. Veç unë e kumë thonë, fillim kërë nisem me fotografu, normal që ato që i kumë fotografu, fillim unë e keti maj men edhe sot, po fillim kishtë numër të kufizum, numër ma pak njerëzve që i kumë fotografu, edhe e thysha, e kisha një menim për herë për veti, thysha, kur t'ja nisi me fotografu njerëz, edhe kur ato njerëz di shoh udhës, edhe nuk di maj men, a i kumë fotografu, a jo s'di njof, dhe tham që kumë mri numër shumë të math, edhe kumë mri me fotografi, kështu që ja ka nisë është ajo koha kur nuk i një majmen më njerëz që i kumë fotografu. Ka raste kur dikush më foli, edhe tu po ma vetë, tham, pika njifme, për që u fotografove më rëmata. S'ka përse. Në shko, ti 3 vakcina i ki marrë, apo të Covidit? Një e kom marrë vlla. Apo Këtë botë e kanë marrë, ose 2 ose 3, unë një, nuk ekziston si rast. Ki menon që e di si ma me njerëz, pi vakcinës e ki voti. Nuk ka puna që kumë fotografu shumë, po jam unis me haru. Pi vakcinës e kive, ma vë bëjnë kësi ma vejtë. A di çka më tek, se ma kujtove fillimin. A di çka kom nisën fillim. E di që babaim kur ma ka ble aparatin, ma ka ble me sebeb që dhe me këtë fotografojnë. Nime pse ka dhënë qatë rast, qishtë ka thonë baba, ta bleja ma parët. Interesant. E di që e kom pas një digital për para. Po. E di që me digital në bashkë Kanon fotot. 3.2 megapiksel unë. I bëj hint. I bëj hint, e di që ja kom, po sa kanon a kon. Po kanon. Kanon 3.2 megapiksel me zoom. Se kam i po kërë e kallë shpi u qerke Po me blitz. E di që i fotografisha vetin, bëjshmi fotosesione. Foto bëjshmi, editojshmi pak, e shifshi njerëzit që në humore si Mahmut Ferrati përgajsha në foto si Breki Piki. Edhe e shifshin që jam të bodi që ka ndryshime unë, edhe e di që patartë një 3 gjemë që u mishin me muzikë që atë ko, po dhe ato me muzikë që u mishin ka
150 klikime në YouTube i kishin. Ma u kono atër shumë. Shumë, Po, 150 klikime. Njerëzit E- s'kan di që ka YouTube-i. Po, nime. Edhe e di që më patali fotografi edhe une fotot që ja kumbo atimve, fotosoni parë që jam pagu, të shpia Dubokin që e këm pas, Dubokin e famshëm e di edhe Alka. Hek shmit, te pikin e hekshmit që atin murë, si kur studio kështë meja. Edhe, kur e para nejme që une jam të pagu, mu isha me marë pare për kësaj pune, edhe i pa të thamë babës tem, a mund është me a ble një aparat, se e shot që i mdohet ka interesim për naserin, po mu më dyqish si presion mërë, dhe shte nëse ma blen aparatin, shte unë pa tjetër e kam me bë pare për kësaj pune. Atëri kum pasën, sa vjet, 20 vjet, edhe e di që baba ma pa të blej aparatin. Aparati parë që kam e kaltu dhe cifrë 1.000 euro akon. Me gjithë stallakët, se ta të kum blej edhe ata që e ma aparatin që ta fotografojsh vetin, e di? Sa e së më besoj ke që jam ndesh me punu, dhe ti ke vetin kime këthi vetin, ka veti dhe kime fotografu. A i se besoj ke kur qish, po, më dha një farë presioni, më tha, për 1 vjet, nëse s'mi këthen qëto para, atër s'ti të punu, ti e ke marrë për veti. Edhe di që i hina rën listës. Edhe në Facebook, këtë që ishin online. A do një mi bo fotosion, edhe ka të një 2-3 foto që i kum bo për veti, edhe qatinve grupës. Edhe kush pranoj ke qashtu. Edhe di që të pari që pranun, 15 euro. Edhe të shku qështu të rriqmi. Edhe di që për 1 vjet, pa ta mrimi bo paret. Sigur fix, edhe. Edhe babës tem, kur ja dhash, ta, po jo, unë të kum dhonë veç me t'inspiru, të kum thonë ashtu, veç që t'kesh pak takat që tajti, Po, që sa pare t'inspirojnë. Oh, patla ratu shumë. E mas ne qashtu, ama në këtë punë edhe dush, çdo pare që e fiton pak me investu, nuk mund është me nalë stop. Se e shet që kolegët mine kanë marrë qera aparatura, kanë dalë sene treja. Kështu që, po. Seriozisht e kam, më thonë kjo është pak si një pyetje me biber. me bërë spec gjeksa. Pse fotografat bëjnë si kur artista, kështu e di. Kuptojnë botën, kuptojnë ngjyrën, natyra, arti dhe kodrat. Çka bëjnë sakt, për shembull, ty vjen më fotografu. Për shembull, kum pas rast, tash po përbeni me emra, unë rrisha aty, personi përballë fotografish, me një 2-3 veta. Unë bëj muhabet ai shu, shpak, shtu pak, prepise shtu pak, po pengoj ka çka, kështu kujdi. Filmosh pak, a? Pse? Jo, Se ti po nuk më thon kuadrin me gisht. blurin. Nuk e di unë jam filmash me edhe pse, ai çka ndodh. Jo, filmazh, ama E di profesionalisht, hi pak në botën e po, artit, e di, e kuptosh çka të thonë. Këshire, unë shumë jam pro artit, ama kanarës e përzin artin me TVQL-lëk. Ç'kjo Film. problemi. Do të thonë kur bën këto ti përzi studiat, nuk i as TVQL as artist. Po, unë menoj që çdo punë be, ç'me thon, dush me hi pak në film. A ke pa që shkon fitness? Për një sahatit, 40 minuta këshirën pas shirën, 20 minuta ushtron. Edhe njëjtë menoj që edhe unë për shembull çështë ai na të fol çështu. Unë non stop e para menoj që çka kisha pas truftirën, çka kisha ndryshuar për pasken, çka kisha fshit çdo telefonat. A kupton? Ti je çat bot 15 vjet ti. Ti menoj nëse i kumbon 1000 fotosesione, sa foto janë ato, sa ftira ku me ditu. Edhe non stop unë çka do të shoh. Ju kur e nalin ai dritë, këtu kur e shlin ai dritë, ke ndryshe e menoj. Nëse ke dritë e nopi për mas, çfarë ngjyre kish dalë. Ti him vet je çat bot. Unë s'e menoj se do t'i prej flok këto vëlla. Se berber. Jo, që si aftësi i keni ju. Ja Ju bashkë edhe berber. ju edhe çati shkoni, po të kallzoj. Edhe çati mrini ju. Kam qef kështu ju fotografa, të se i njën ishin fotografa. Madhe Përmenëm fotografa që një, shqiptar. 3 Fadil shqiptar. Vokri, Alamet Lija. Fadil Berisha, Nasser Ismaili, Halal të go. ë Dytin që të gjete. Ka dash, Shku t'ka shku menja. Didi edhe do i di, ama jo, i di për ta përmend me kam më interesant që. Kështë i njef shumë, dy një e ka këtu në studio, një e ka Faltrin përmenu. Osmani. Jo, ja ke pasha. Kush? Mi këshire. E di për ka i të thana, me gabim e Ja, e stilizë. Jo, valla. Ço? Veton Osmani, a deshte të thana. Veton Osmani ka kon përpara se s'dia as Bravo, fotografon. as nuk fotografon. Po, e të po. Edhe e ndrit, Mertiti. a e shes se atjas me tiri. Mertiri, po. Kena bo një që tem se alka që shtu thike, ju fotografat, tash si njën, ma shumë se një fotograf, po më hajt. Po hajt me të njef me Hajde.
Dhe ishte vetëm basketbollista një më shumë se ti. Basketbollista jo, s'ka të dalë. Podcastera. Është njëri. S'm pëlqen shumë po Alaudin Mustafa. Çat, s'ka u argjitën. Ama ja, ekipa që isha, bashkë kur ta vëmë pyetje, njeri pak bllokohesh. Ai disa podcasta këshiri unë more oti. Atë po. Vallai po, ç'është është, domethënë kjo është me psikologji, kur ta bën dikush pyetjen për momentin nuk kujton. Gjali i të Starit të Zakiot bën podcast. Kush bë? Ai Zaif të çka bë. Abadi? Po. Po, shalauto Abadi. Ti, Aisha Abadi në një. Sa të shajmë po. Bën podcast plot shqipnik këshiri plot podcasta. Po çes mund teka. S'kanale Allah. Ende me titi, bolle xhejte bile. Bravo. S'kanale. Çfarë po? Do thon nalt poshtë. Ini filmosh edhe jo Na ka podcasterat. një pyetje thot kështu. Wow. S'ka as internet as kredit i kartë. Thot kështu pyetje nga publiku. Wow. Më thon ka thënë kështu. A je gati të na thuash sa herë ke bë Photoshop në barkun e njerëzve? Do të thonë, e ka fjalën për më u zvoglu. Ai diçka më interesant. Telefonin e ma këtu e lexon pin laptop. A keni Hajde, do të thonë online pyetje. online pyetje, normal janë të pa publika. Ai përshëndes na publikun që atë na këshir live. Ja, po. Barkin është kërkesë edhe barki më zvoglu edhe pa më thonë unë kur e shoh që ka dal pak më shumë barkë sa duhet, unë e editoj, po pjesën më shumë që e kërkojnë klientat është pjesa e gushës, që ta e ndryshoj më shumë ti. Pastrot stira, hollon krat, a e kundër ta bëhet e burat. A mundesh me bë mua? Ti i e valla. Tarzan? Muna. A mundesh? Ma ti i e vet. Me mbë Pak kështu. mu munu. Po të kom voti ndarësëm, e dit, martesës. Fotosionin e Alkës, Aja nisishti me këtë tema për. fotosioni i Alkës, është fotosioni më i mirë i vitit që e kum bo. I vitit shkollor. Vitit shkollor edhe foshnjollor. Ama ka së Ka lejon me postu, e kur s'len me Me postu. unë të më kalzu dhe më thonë, unë nuk njifna si pozer i fotove ose si model. O sa njifër si motel. Si motel. Kërkoj gjithë. Në më thonë, unë njifna për video, Mashallah. për YouTube, Njeri urt, njeri urt, njeri nuk but. bë probleme. Shtu, unë dhe më thonë, Ti këshim pa njerëzit fotot, Po? ishe njoftë si ai gjallë që i ka bo fotot më të Vesh pak, shti. martes. prit. Jebe se s'du mu që është në. Po dive që s'do pështë ta s'm ke leju. Unë po dushti me të vetë dishka. A ki post qef mi postu fotot se janë artistike, Po? apo ki post qef në përmjet fotove të mija me kop mushteri? Tu djetë ka pak, valla. Ah, Ato janë artistike, kështë e se janë artistike, unë e di që me qatë artist lëk-lëk-lëki, këshin ardhën edhe mushteri qërë. Se këshirem, shumica, më thënë, po pse anë kosh në kur s'lejon dhe kush me fotografu, gjatë të foto i ke postu. O, si cila fotografi e ka të mirën e vetë. për çket jam të folë? Për çket jam të folë? Dhe më thonë këto art. Për çket jam të folë, dhe më thonë. Për shembull. Se cila foto e ka gjallnin, ngjyrat, emocionin, të padukshmën dhe të dukshmën. A e di që për shembull, ti kish pa fotot e tua, dikush edhe kish thonë, këshire beta halkën e ka botesh. Dhe me thonë, ketë ki muhabet, që një të poshti, kjo është ajo pjesa në fillim, ajo kujtohet që tham pjesa e psikologjisë. Dhe me thonë, kja të tentu mu me mashtrushti. Me ma mu shmenën, ama jo, nuk bim provokim. Unë nuk njif në Publik si i model. nderuar, a ka me ma keq. E ke Ngore, bon ngore. një krim të arrit fort. U shfaq artisti. Edhe a diçka ka edhe diçka më e keqe këtu në fund bisedës. Priteni fundin. Do të thonë, unë mendoj që i kumbo shumë fotot e mira. Edhe Alka është thirr publike, edhe mendoj që ishin pa shumë më shumë. Po. Ketë kjo, okay, jam unë, e kom editu të mira, e kumbo plus edhe sa mi pagum. Që ja kumbo fotot. Me qiti dellat. Që kjo, do të thonë, gratis ja kumbo se psikolog unë thësha ki kam liu më se me postu. Shti, me qiti dellat. Ja, pa. unë vetë kumbo. Dëshira ime se shoku im është martuar, i të lutem. Ama, tja kështë, po hajri mare vëlla. Këshire, Ska lidhë. jo seriozisht e kam, dhe me thonë, shumë kam respekt për artistat, Wow. edhe për ato që bëjnë krijimtari, vepra, gjona, për me kam, pa i gore kam. Po veç A ki që shumë me ingus ka pak?
kur je TikTok kam qeftimet ngut se Ngocë me me vllata. një fjalë kam edhe pak shok edhe di që sum i dhnosh, për ndryshe shumë respekt për këtë fotografat. Për me bëj një art ama Hini pak fillo. që thot Visari, mos e kryeni veshin. Unë shpresoj që nuk jam një piçatinve, unë kur nuk mendoj që puna eme duhet me mbo mu mundje më i naltë se një punë tjetër. As një moment. Po unë që shtrina na për tokë këtu fotografua vëlla, as ato që i fshin udhë vëlla nuk shtrihen çashtu. Ishte respekt për ato, po unë njëjtën gjë e baj. Çka do që lip klienti e baj. Midis verës fotografoj. Domethënë sezonin e kam midis dillit edhe çka do ka me pas kërkesa të ndryshme. Ka pas raste kur çiftin e fotografu fëmijën e vogël e ku majt në dorë. Aha, Nuk ka problem. Edhe asiko, babysitter, a? Babysitter. Po. Domethënë nuk duhet kjo punë mu me mshti me kru veshin kështu. As mu mund ndjej ma superior se qërat puna, si cila punë e ka atë. E di çka mendoj ne. Domethënë për këto që na të fol. Kështu. Jam duket një pakic që e kanë atë bindjen që dikush që se ka kry shkollën e artit, s'muhet me bo art. Unë e besoj Ama, ashtu. a do s'besoj. Domethënë ka njeri që po vëlla ndoshta shkollën e ka sos për mjek ama. Edhe operimin e zemrës ta qëndis si me bo e nej piktur. Normal be. I bëm të atëse si sa shkollë për muzikë. Kështë ku më tekshti. Është për më marrë shembull. Po. Shumë sene nuk mendoj që shkollat ban më të mirën. Une po të kallë diçka. A e disa i dopt jam teknikisht për shembull në aspekt teknikës mrejnë në aparat. Po. Njerëzit mu më shkruajnë aty me hakerat në Instagram, në Facebook. Mendon që haker jam, a kupton? Edhe une kam plot kolegë që i njoh që ekstrem mirën me këtë punë dhe din shumë mirë. Realisht nuk kam pas shumë sukses, po foli do që s'kan shumë sukses në fotosesione. Nuk po tham që kot ai mirët vesh në aparatur mrejna. Por nëse mu më kish vetë dikush, a do mu marrë vesh në aparatur mrejna, ata kesh qëtë sukses me fotografi, por mu qëllimi kryesor është ti bajt knash do klient, di të ndrejnë një fotografi të mirë, kush e dipi në internet, a e ku më bo unë format kompjuterin a jo? A e ku më instalu unë e Photoshopin e lidhje s'kam. Kjo do me kallu që nuk ka lidhje qatë shumë kursi, shkolla, ku i diçka. Janë do sejnë manual, Allah. Po që edhe në rast për shembull të unë bëj video, ka 200 milion që i bëjnë edhe ndoshta video, la më të forta se unë. Ama mu po më dhejs. Të kallëzoj drejt, po, unë e ku më vrejt të ti, ka pas, po, të kuptoj sakt, unë kum po, dhe e tham kështu, të njëjtin produkt e ke bo edhe ti dhe një person tjetër. Dikush a qartë ta boj interesant. Se kam ri as 10% e klikimeve tua. Thjesht dikush di vëlla me nxjerr klikimin, di me bo buj, di me tërheq vëmendje. Unë besoj që ka fotograf më të mirë se unë që s'ka shikueshmëri sa kam unë. Nuk unë banë mu kjo as më të mirë, as më të keq. Dush me ditë mënyrën, vëlla. Kjo nuk ta mëson shkolla, qëta. Shkolla të mësoj autist. Ka pekuat. Unë s'jam kundra apet asaj. Shqyra, sigurisht kemë mësu diçka plus. A kisha dash ta di teknikisht çish bëhet një format një asi një kësi? Normal që po. Se kam, shnosh, jam të vazhdu qështu. Kur kush nuk ka ardhe një tash që e fotografu me më vetën, a di ti mirë me po format kompjutera? Si intereson, a i thot vesh barë me foton e mirë. Po dhe po. Jo, Edhe kur kush nuk lip diplom. Po. Çka tha njeri? Njeri kur ta bon pagesën për diçka i ka qep me prit punën e mirë më kohë. Si intereson. Kot atina e rëniti, unë 10 diploma, nëse fotot janë dherit kësi janë fun, kot punë komo. A i di që aparat jam safe të kanë e ka fotografu? Aparatin që me ka përbëve? E di me mu më fotografu. O ti karierën e ki të nisë me mua. Jeni fotografaklije, no? Po, ndo raste. Të të raste nuk je. Ko e di, ka plot raste që nërë nuk shkon. Normal. Po që pronë, për shemë, dhe kena në po një video me tendë në malë. Kena në tanë natën. Api bja 24 orë, dhe më tonë, kur kena shku, pim 5, derim 5, nesër. Kompjuterin e kam shumë të mirë. Me performanca që e përballon montajën, se për montajë ku marrën, dhe më thonë me procesor, update, materi që ka janë sejnë, dhe më thonë, e kam shumë të mirë kompjuterin. Pra, më vëlla, është ti me editu videon, blokohet.
Së në editoj. Edhe qarë, Kur gjo, s'ke bo kur gjo. e kom nalë kompjuterin, një 2 saat se kom prek, mas 2 saat kom hi, jo kom rëdzu pak rezolucionin videos, edhe që shtu e kom editu, mas nëjna kur e kom shlure, ndër e kom rrit me rezoluci. A shapet u ka bo qarë. Po. Gjindu dhe jeto. Si që ka bo. Edhe mu më ndodhin probleme. 100 milion probleme. Edhe mu më ndodhin probleme. A këthemi pak të pytja. Se pyetje. Ka ardha vetë një pytje për publikës. Veç ai më shet laptopin. Po, Ai ta shante e voj. thot kështu pytja. Thot, a ka pas ndonjë rast që e ke editu ndonjë person edhe ka thonë, wow, ky apo kjo nuk jam unë, shumë të bukur pas ke bo. A e ki për kritik a kompliment se mund më kanë edhe kritik dhe më ke bo çaq Jo, ndryshe. e kam për kompliment, jo për kritik. ma thojnë shpesh kur den me bo si hajgare, për shembull frik ndodhi tha shoqëma thon ai ti çki. Unë e kanë çta si fjalë kur den me thon për të mirë, po unë se kisha marrë edhe shumë si kompliment nëse shumë e ndryshoj. Unë mundona maksimalisht kur ta editoj një fotografi ta bëj heshëm, po kur ta shifsh ti thosh po ti kanë po shumë heshëm pas ke dalë, a kupton? Kështu që edhe puna e Photoshopit nuk ban më tepru. Sado që unë njih në ai që bëj shumë Photoshop, mendoj që s'ban më tepru sa që çdo sen kështu dush me bë. Kur ta editosh atë moment me thon, nëse çet foto është mas 5-6 vjetëve, nëse sot është trend diçka me eksperimentu Po. shumë, mendoj mas 5-6 vjetëve a di pëlqej hala që fotografi. E unë uroj që dikush se e shon për Instagram që hala dikush foton e profilit e ma fëmijë ka ai hala si çift e majnë. Edhe mendoj që di me nejt në kufi. Do më thonë, ajo pjesa artistit edhe jo artistit. Në këtë rast jo artist, s'po di që me përpilu fjallën adekuate. Për shembull, ti nuk je fotograf që e merr aparatin e del udhës të kapish në i Asnjëherë. kuadër. Nuk e di asë një keq kjo. Do më thonë, këshire, tash e gjeta, do më thonë, artistit edhe komercialistit. Do më thonë, këtë rast ti je komercialist. Po, unë mendoj që jam. Po, do më thonë, je komercialist. Artisti ka plot që i shifsha unë dhe fotografa një dokumentar bile e kom po, o munëshin me kap një moment, ama qëti momentit sa ma shumë i dhonë, frymzim, shpirt, gjallënim, kështu që ajo dhe më thonë si foto e she, ama kur ta shifsh fotoja fol, dhe më thonë, e ka kuptimin e vetë për mrejna. Ato, shembull e fotografishin një non, fëmija të i kajt, kuj diçka jo plak, rrugdhat që shifshin ballë, kuj diçka, dhe më thonë, fotoja me fol vetë me një fjallë. Po çta e komercialist. Për shembull, unë mendoj që çta e kena edhe unë edhe ti. Ne dina me shit vëlla produktin, s'di ç'shmeth. Po, ama nuk do më thonë që edhe kjo s'ka art. Ç'sha vëlla, se bash edhe parti nuk mundesh dush me Ma ditën. mirë mi thonë art modern. Po dhe? Mundet. Po thash, unë nërë mendoj që edhe populli nuk do me lodh shumë trunin vëlla. Nërë simple, sa ma thjesht, mendoj që është nërë pak ma mirë. Thjesht vetë ja kum nis me eksperimentet më dhoja. A kon çajo ko. Sot nuk dhejës çajo, për mendimin tem. Thash, unë shok kreator, montazha, gjana. E shon 20 like e ka në postimin, mas 3 ditëve. E shon dikush ma natyral, ma i thjesht, s'di sa më kupton, për shembull, unë e besoj që një me i ka ndodhë çajo çatina nëse e ban një video, nuk e di për video ma shumë të fol. E kur është nërë shumë se ditene nuk dhejës shumë artit e pru, s'di që me thonë. Unë veçanti me çiftet nuk shkojnë atë mënyrën me rreziku shumë, shkojnë mënyrën ma të sigurt. Po, ama nuk kish ka me, po menoj, nuk kish ka me bo shumë art të prum me qifte, edhe pse realisht ti e bon. Shumë, unë eksperimentet ti që i bon, si ku pata asë një fotograf, pasha Allah s'po ta bëj qefin. Për shemë rastin e fundit e kishe shti njëri në kanal. Automekanik e kishe bojë. Ama, du të tham, ideat janë shumë të mira. Si bon gjithkush. Ama, menoj që e ka një kufizim. Po, se dush mu Se shembull, ajo vën me fustan bardh. Po. Se një thot shtriu për to. Jo, me fol drejt bash çaj rasti është që vetë e kanë kërkuar t'jen te autoservisi aty, se ai është si menaxher e ban çat punë, dhe do me majt kujtim
një fotosion të puna që ka pas. Realisht që ato kanë pas fotosion free për atimve që ja bëjnë darsmën. Veç se i kanë pas do poza krye për krye nga e mu më tha, unë du ti ban që ka menon që është ma interesant. Normal që unë s'ka me shtri nusën në tokë, bile nusën këtë rast e kam mbes, edhe ajo më ka besu mu, i kom besu atimve. Edhe dhoni kërë e kena shtri për toke, ka pas gjanat që mos më bo veran. Po, okej, po kënë në regull është. Po që ato po thamë se ka pak do farë kufizime, se ti ma shumë me qifte mirë është. Normal. Kurse me modela, Po. ki ma ki hapësirë hapësirë me për eksperimentu ma shumë, e të Po, marrë. po, dhe me ato diqish çka do të që ban njerëzit e kuptojnë si art. Po. Me qiftin dojnë diçka pak ma thjesht. Se këshire, sa do që një qift e ka pa që ti den, edhe e ka pëlqy me automekanik, nuk ven me bo njëjtë. Ai disa veta kanë idea të çuditshme, po kur i vën dita thotë ai diçka, po shkena më sigurt. Se sën rrezikon edhe çiftit të përcëmush me shti me zor ato, mu fug nuj të ditë. Dojnë vëlla, kur e shohin dikan tjetër thonë sa mirë. Po mas në vetë kur ta menoj, du të me hi, mu lak fustani, me marr peshkira, a dihet e ftofta nxehtë, a di për lidh këtë veshja. Kështu që nuk po më varet edhe pi mu në herë, po e mira që unë jam i pregadit nëse dikush më jep një ide thot ajde Dhëndri është basketbollist, po thëna. Edhe unë jam i pregadit të bëj fotosion komplet ndryshe, nëse do me bë fotot në sallë basket. Nuk më thonë këtë varet për kërkesa. Pse ti mes ti ku bë fotot me basket? Se s'jam basketbollist. A si basketbollist? E kum lon. A vën keq me çelën? Shumë. Po, pe operimit, e ditë që e kom pas punën, do më thonë. Shkoku operimit të dështë me u distancu për sportit. Se s'mu isha me lujtë më. Nëse nuk o tema jonë kjo, besom. Tema jonë është... Shumë kënë rritë basket në dhe. A Krishtina i kanë listë zes me thonë që se fotografoj kur mu. E kom pas një rast. është pak rast Iran. Pi kategorive të mdoja. Pa, pi kategorive. Kurse unë kallëzu, asë një emision dishka. Prime? Po. Okej. Jam kallëzu pak jashpër, po menoj që në herë i ven edhe si të tjera ato 5 minutat e veta. Ishte koha, ishte edhe fillim jem të fotografu atëherë, fotografojshmi bashkë me shoqën time, edhe erdhë një qift për një qytetit tjetër, nuk ishte Shkupit, edhe na tha, ne s'kina vetur, kina marrë me kombe për të qytetit jonë, s'ka problem, thash ne kina kerin. Edhe ju bona saj givla, menoj që u silla mas mirë që duhet, shkum, u fotografum, të fotografu çdo sen shkoj mirë fotosioni, u kry fotosioni, e murë me kjerë, isha ti për cilë dejnë të veni ku i pata marrë, dhe me thonë dejnë të stacioni autobusa. Automatikisht e ndroj sjelljen dhënë në momentin kur e sosi fotosionin. Dëgjish sikur e kish pasur atë sjelljen pozitive, veç që tu fotografoj mirë ki. Ja nisi pak si lloj ofendime të vogla, do fjalë s'ishin bash të këndshme, po në fund tha diçka që shumë ne ken kriju mas ne. Ra muhabeti folshmi për qytetet. Edhe kur e përmendëm qytetin e Atina, unë i thash shumë janë punëtor njerëz të qytetit tanë. Me kaq sa më desh me përmend qytetin. Edhe tha po në shumë janë gjinshëm, tha shumë një talent, ashtu kështu, tha a ju të Shkupit këtë drogshit. Edhe shumë alan krije që të lafë, shumë. Ojoj. Shumë mërë të kesh se dëshish, bash e di që e pa ta dallu se një për qifteve që mas mirë t'ina mundu mu silë, jo me tjerë që nuk silë me mirë. Po kenë veç ashtu shumë të mirë, shumë të kanë, shumë fillim. Edhe ma alan krije që të lafë, po thash, a di që ka më sta prishin fund. Edhe që që e më në këshiri o abit që ka tha. Dëshish tha jo, nuk tha do të Shkupit ose diçka. Jo. Ta mam thash, okay, u kry, u përshëndetëm, edhe dëgjish jam lutë çaj të më thirë edhe njëherë, të kese nevoj për mu. Edhe beso që mas një vjetë veç kërë më shkru. Tha, si, ja e mirë, që ka të rej. Tha, du shtejnë martes, fotosionit nga bajsh. Thash, jo, ma kom lanë fotografinë, unë i zdrogë më shqitë. Edhe... Ercafi te kasapi. Sos emisioni që u dilë jashtë. A thajte inspirimi i pareve, nërë, qëto momentet, për qëto momentet e dhe. Nuk është në iknashti e madhë që akum bohën, po, qëto njerëz a e meritojnë. Se unë e di që a e pa qëllimin me ofendu dhe Gazibabën. Gazibabë është lagja ku jetën ne, edhe unë dhe ti. E ne ina dëshpitar që në Gazibabë ka shumë njerëz sukses, shumë mustjanisa është e ketë mi përmen, ato që e din njerëzit. Ka pas. O ti, laf popullor, nuk ka mal pa uk. Normal. Shty... E ta shtë të thysh për këtë për një 2-3 ujq. Njerëz të mirë dhe njerëz të këqi. Që me hi me i bazu, dhe me thonë me vlerësu një vend bas këqive, okej, që janë. Apo me hi me i bazu në bas mëve, ato
Ky qyteti më kanë të Për mirë. 2-3 ujë që s'ni ban këtë ujë ato edhe do të thonë, sjellja atike që e prishi punën mos me pas fotosesion martese. Do të thonë, ndoshta i ka hongër 1-2-3 boksa pikërisht vet, se e di saktaj për çka unë e kam thonë, ta tha, kanë e prek çka pas na thon. Ka edhe kësaj raste. Lizes që e veç njëri ja kanë. Do të thonë pas ke listë zes. Oh, Për pyetje SMS. për publikut. Ma këshia sini shik pa kalkës. Një pyetje interesante thotë kështu. Si ka emrin? Anonim anketë. Anonim Jashari. Hm? Jashari anonim është? Jashari anonim është. Po. Jashari thotë kështu, anonim. Thotë atë ka bo dam inteligjenca artificiale. AI. AI, po. Me që tashmo u ka bo kështu të lesen vetë AI-en, bone me AI, shkruja AI-s, shka po thot AI, Me të kallëzu drejt mu AI, dhe sot ajo, ne ju, ata, ato, ato. ose AI. AI dhe sot mu shumë kanë mu, edhe e përdori vazhdimisht, veç ati për çdo senet e vogla që dush me bo pastrime, sen kur dul fillim ishte pak ma atrakcion edhe bajsha ndryshime pak si të mdoja, mu më pëlqeshin klientëve ju pëlqejke, po tutla për qasaj që thash, a dhe ju pëlqejnë fotot mas 5 vjetëve, dhe s'du ta teproj sa do që duket e mirë sot, mos bot mas 5 vjetëve shumë demode dhe të njerëzit dikto që nuk është në qatë vend. A kupton? A beson që fëmijët e mi ka 3 vjetë që kanë Alara Sjara, kur hecin story, kur del në video diçka e çuditshme thënë, babi, është me AI. Unë jam çudit kur ma ka përmendur se ishte AI, Alara Sjara, se kum ditë pika e kanë mësu AI. Edhe kur fëmia mas 5 vjetë kur ta shoh atë foto thoje, nuk është në këtë vend. Kështu që më varet që she përdor, sot për sot unë jam i kënaqur. Menoj që kam ja pa hajrin sa të muj, edhe Photoshopi ka ekzistuar më përpara, njerëz kanë mujt me hinje me downloadu me instalu edhe me përdor, po se kanë përdor, kur kush ka faj, ai që dembel ka më kanë dembel. Diçka menoj pak. Menoj që u ka exageru pak puna e AI-s, se këshire nëse e marrë në kështu, të është ChatGPT. ChatGPT ka informata që ty shkruan atje. Po edhe Google e ka pas shkëtse. Normal. Domethënë edhe Google u kanë pak më zora kanë me të gjetë përgjigjet, po. Po, ama domethënë kjo është update-i. Po. Ky pas iPhone 2, shtik, po iPhone 17 Pro Max ka dalë. Domethënë update-at janë këto. Se nëse e marrë në holl inteligjenca artificiale sa herë ka ekzistu. Po shty ndoshta pse di çka qëllimi informatat janë marrë në internet, po. Që ato u bo, se me këshirë hollë. Sot për sot, a ke pa hajrin? Po. Dhe sot është lehtësim, nuk e di, unë tash, shumë do gjanat që i thujna, mas do vjetëve kër e shofna vetin, e kuptojna që ndoshta edhe i na kanë gabe. Nuk e di, sot për sot, unë ja shoharen që jam të përdor. Ka plot kolegë që e din që ekziston AI, nuk e përdorin hiç. Shte kërkush që ka faja asatime, po ndoshta ato e menojnë që është më e mira, më kanë natyral. Po unë s'muj me lanë më një bërllok për rreth, kur muj me një selektim me pastru. Nuk e di, ben varet kush sheshe. Unë po tham, domethënë menoj që pak janë të zmadhu këtë punën e AI-s. Ti e ki rast për shembull madhvjetrit ton kallzojnë kur televizori ka safe në për shtëpia ka hi. Janë tu njerëzit me lëshu. E kanë mlu me jorgan e kanë mlu, janë tu na përcjell na shohin, ka hi dikush mrena në televizor atu fol, kanë thonë. Po. Si çu ka bo televizori? Sigur edhe ai rasti që e përmeni unë plesht për para kur kam punuar në Ara, në Baçe, edhe janë tut kur kanë dalë aparatura në fillim, se kanë thonë kam na marr punën, shtenë se ngina me bë kurrë. Për kundrazive që ka lehtësua atimve edhe dhe sot kanë vazhdu me çat punën e njëjtë, thjesht është një farë lehtësimi, është një farë tulli që të nimon shumë ma lehtë. Për shembull, vetë tash unë kam një asistent që edhe ai ato editu. Shumë lehtë ja shpjegoj ç'më editu. Veç selektoj, thamë edhe shkruaj fshinje. E po ç'ke fshiti përpara. 100 probleme. Thjesht ma ka lehtësu vlla. Ç'më thon? Shte me marr një zarm çati me dorë ose thjesht me mash. Me mash jam të marr. Përdore për ideja për lehtësim, po. Ama jo ti si me pas udhërëfisi jo ti më thonë. Ai dikur u binda unë që ChatGPT nuk është shumë e saktë. Ja çoni fototemin e thash a jam i hershëm, tha po. Tash ti dost. Nejse. Okej, tash s'ka publiku. Pyetje unë jam. Bravo, hajde ti një pyetje për publikës. A ke bon najher najsen me ran sy deme ki shumë busy zand, al fakt se kon të punu kur.
e di të kolekt fa kështu. Më teket një moment edhe Kena punë për artistat. Se dia e bajnë tjerët, po nëse e baj edhe unë besoj që mund me vëllë dikush tjetër. E di që një rast u ka desh me shkune te baba im, nana ime ku jeton në Gjermani, edhe njëjtën kohë pa të rezervu edhe një klient më fotografua. Edhe unë nit përpara e paralajmërova që nesër më të fotografoj në çat vend, në Dortmund. Edhe kur e shoh Rifja në loj. Unë vike shumë keq, nuk më vike qash keq që s'do marr parë edhe që s'do fotografoj edhe që s'kam çka me publiku, po më vike i not njerëzve ju më thonë, ju më paralajmëru që kam me postu. Çka me bëu veç ata s'tan me telefonit, tash na. Pan që fotografon veç mu, sikur se jam të fotografoj ku marr ndërçimin, kënejna. Thënë tek. Bajsa kështu se jam të fotografu. I not boll, po unë e kam zënë me pranuar edhe dështimet, kështu që nuk ka kurrë të keqe. Ai ka anulu, shumë veta që kanë pranuar. Ku fotografu shpesh unë edhe jashtë, kështu që ka pas edhe çësi raste. Jam bo kërse me jam të fotografu, ose më kanë të fotografu. Më pëlqen modestia jote. Patjetër. Atu kanë fshinë herë fotosesionet. Po valla, më kam fshi. E marrën e para kur më kam fshi ka ndodhur. Ka ndodhur një 2 herë, po tu 2 herë tash që ku kthehen realisht sakt ka në internet deleted files recovery, çdo diçka. Po unë se kum ditë. Edhe njani Kumanovës që nuk ishte çift thirr, galeria dhe ke fotosesion, ja komo fotosesionin ku menu që kum shtin fotot në kompjuter. Edhe i kum fshipin aparat. Çka ishte më e keqja, unë e vet Suzukin. Ju që një vit Suzukin me të Dautin, ai mirët vesh boll, edhe më paton kam marrë me ndihmë me t'i kthie. I tham atit Kumanovës, i Kumanovës është një djalë. I tham o vlla, kërkoj falje, po janë fshinjer fotot, po kena me bo shmos që me i kthi. Okej vlla, ama të lutem, mush me i kry sot. Hajde, me editu fotot sot. Allah i thash, në rregull, veç një herë ti kthejna. Ama të më bësh të mira, shumë, herë të bësh. Shifra qaj sa të mbesu që ju kanë fshin. Ko mund me të fshin fotot. Po, shiqër që i këthime, mësi, ja bonat mira. Edhe është pjesa ma e ranë, alko, është shumë problem. Se unë apet fotografoj qiften, fotosesione për jashtë, që nuk i merë në përgjësi edhe këtë dasmor, ta kuptan. Se ka raste kur kallëzën, kolegë që ka pas rast që ju kam fshin edhe diçka rreth darsmos, komplet darsmos edhe, ka ndodhur problem ekstrem me dasmorin që ka ndodhur probleme shumë mëdha. Kështu që çat përgjithësi momentalisht nuk e kam. Ama mendoj që është shumë e rëndë. Valla e di. Ma kanë kallëzuar një rast për këtë punën e të fshimeve. Ama ati i ka hec kungli për mi ujë që thënë. A e di rastin një rast? Hajde kallëzo. Shkon njoni prej me kjo. Me incizu darsmën e darsmorit. Edhe incizon darsmën e kryin ketë, shkon shpe, pa hiri i fshin materialet. Edhe panik, shka me bo, tek me bo, janë nis njerëzit u li për me këthy materialin e qisha ka ne opcion, kalojnë 2 javë, dhondri lajmërohet, thot komet materiale, edhe thot darsmën janë të prit shpijes me i këshirë, kejtë, edhe tanë kohën po më thënë, komet. Këtë to vëlla thot kena pas shumë punë kja të rrejt, mos t'i kallëzojët që vjedhe kohë pak, mos po mundet me i kthy materialet, thot vëlla thot shumë darsma kena pas sën ku mujt me editu ala, kime mprit thot edhe pak. Okej. Kalon një muj. Shka së në gjenë zgjidhe kja, ma ki ka lip të angohën këtë dosti. Ku të shkoje, qka të boje. Edhe mas një muja i lejmë ro, thot, ku me edhe vla u vanu shumë, thot. Këtë s'ka po shka me bo, më thot, thot, mas 2 jave, thot, sigur të kitë sos këtë muhabet. Ja, pet vjedhe kohë pak. Edhe mas 2 jave, së në ka gjithë zgjidhe, ke merë telefonin, ta lejmë roje. Sa kohë në kalu pjesi? Një muj e gjys. E merë telefonin, ta lejmë roje dhondrën që, Allah, ma bon halal, ti kthej parët, Baja i qale, po. Materiali u ka fshi, zi shka me bohe. Edhe e merë në telefon, dhondrë, thëtë, Allah, qka bohe si e mirë, këtu fotografi, kameramani jam këtu i kompanijes, thëtë këmë thirë për darsmën. Kjerifi, thëtë, vëllat shka, mos më thirë kurmo, darsmën fshinje, se jam nda.
Kja po thot, di me thot shulli rova me kërë më Qefi math. Jam da. Na fam pak suzlëk. Që ja boni s'disha mu gëzu, që pështova, Besoj që ka akzu. Besoj që ka akzu valla. a me marrë kesh pësu ka nda. Ja, është një farë përgjësi e madhe, inshallah si ndodh kërkujt me u fshif materiali. Shumë gjenje ke. O, non stop, unë çata e kam pjesën kryesore mos të ndodhe. E kështu për shembull, si ja bën me lokacionet, a ki ndaj lokacion qef që se ki bo deri që me thonë. Këtu po thon Maqedonia, Jo, në përgjithësi. Në përgjithësi, me thonë, qëtu nëse kisha fotografu, kisha bo foto shumë të foto. Është në fakt janë dy lokacione, është Venecinë ku pas prerë në krije. Venecia më pëlqen shumë ajo pjesa e ujit, barkave, arkitekturës vjetër. E mendoj ai çift që ashtu në bark, diçka mendoj që i shkon. Atë me telefon mund të nxjerr foto të mira, dhe mendoj që kisha bë shumë punë të mirë, po fatkeqësisht asnjë çift deri tash nuk më ka thënë për Veneci. Edhe bile kam një status në Facebook para 10 vjetëve mund me thonë, fillime kur nis me fotografu, ku më thonë inshallah më realizohet ëndra njerë me fotografu në Veneci. Las ka ndodhur, ku më fotografu në vene më larg se Venecia, po që çajo halas ka ndodhur edhe Mykonosi në Greqi, edhe Greqia nga Tekina. Po çe, na duhet më jam tek ndoshta çifteve, do të më u dhon si sugjerim nëse na presin për me, inshallah na ndodh me fotografu në Veneci edhe në Mykonos. Në mundosh për shembull me thirr dostu, me thonë hajtë ti bëj do foto në Veneci dhe në Mykonos. Edhe çka të lëmi postu. Edhe çaj dosti s'le me postu. Jo, vetë të lë. Move se kena fakt shtej që ke thonë të lajme postu. Klabe. Kur të më laj veç gishtin e unazës. Qysh, po unë jam martu, mund thosh mu vë fotosesion vet. Vlla, ëndër e kam në qift me fotografuar gjë. Anë në Photoshop me të bodi kanë nga. Unë të falenderoj shumë që keve pjesë e podcastit tem Llamba Alaudinit, o artist i shekullit. Alga kur do me mguc më thot artist, atë ndi. Po, Se ka për qash për lavdat. të falenderoj shumë që ndajt e kohë, e që erdhe këtu e i durove të ngucmet e mia, je një shfare. Inshallah ki dhe të suksese, Falenderoj shumë. se kjo është si një fillim tash në televizion. Inshallah si ndash edhe televizionit, se mendoj që e ka pjesën e rëndësishme, inshallah ki sukses. Po më si ja ke nis me mua pak problem me pas sukses. Inshallah të pritem baralla. Falenderoj shumë. Kurse ju shikues të nderuar, faleminderit shumë për durimin që na shiku deri tash. Neve s'na me sen tjetër me thonë për pos shihemi në edicionet e radhës. Deri atëherë mi mbeqi kalofshit sa më mirë. Bye bye.